është nën kryetari i shoqatës Kanarinave. Po, është në Shkodër. Edhe është jashtëzakonshëm, ka bërë emision duket kanë bërë topja, nuk e di se kush ovo, që kanë bërë emision për të. Ai është që organizon panajire, që organizon këtë, ai është super. E dallon ti një kanarin që nga kënga që këndon? Po atëherë janë shumë llojesh. Po timbrate është që ka si gurgullim a ujit. Po ta nish këngën ka si gurgullim. Ashtu e ka atë. A kupton? Se disa tjerë janë malionore, ata kënojnë me zallomet. Ka tjerë që janë timbrate shumë të fortë, që kënojnë. Janë shumë raca, shumë ashtu. Pastaj ka raca tjerë që janë kanarina, por kanë melodi shumë pak. Se i kanarinë e mirë duhet me pas paktën 18 melodi të ndryshme. Pra kur variacione. Po, duhet 18 melodi. Si tjetë rekord. Si tjetë kampion. Për shembull është një rej parizien që është 23 cm gjatë, është shumë i gjatë si zog. Është kështu i ka gjitha puplet i ka mrapsht. Është shumë i veçantë, por nuk ka shumë melodi. Pra është thjesht më tepër për bukuri, si paraçitje se sa për melodinë. Ti je këtu mes metalit edhe cicërina dhe zëgjë. Edhe ka i gjatë se unë për shembull kur Jonezi këtë është kja i provokon zhurma gurit, i provokon këta se jo vret veshin zhurma dhe këta dojnë me si tush me mizotruat zhurme. E kështu që është i pjesë ashtu, ose kur nezi makinë ushe, ta dojnë me të konkuru në atë pjesën e zhurmës. Shumë e veçantë. E shishi si e nisëm bisedën bashkë. Nihem rëhat në këtë ambient. Megjithatë ky ambient i jotë është i mbushur me kanarina, me makina qepse, edhe rraqe shumë. Edhe shumë rraqe, po, edhe hekura. Po. Hekat e hekurosës nga që janë pjesë e rrobaqepsisë, jam mundu që t'jem se tush kush vjen dikush ti kompletoj në kuptimin e shërbimit. Si mos të shkojnë saktë e sande. Edhe e mbyll të gjithën një cikël të tek punishtja jote. Po. Por përveç kësaj unë edhe nëpër rrobaqepsi edhe tregtojmë pjesë këmbimit, gjana nëpër rrobaqepsi, por rrobaqepsit sot janë drejt mbylljes edhe kështu që kam vetëm tregu. E jena më komod. Edhe ata ndihen komod me ne, ndoshta edhe pak çmimi, se ata që vinë prej Serbisë, ata kanë çmim tjetër, kështu që kena rroj një lloj konsensi, kur ka nevojë, shkaj atje. Po në Shqipëri ka shumë profilin tënd? Atëherë, në Shkodra ka shumë, por ka një gjatë sepse ka vetëm profilizum për Imtimo, për fasonin e Imtimos. Si janë si tush matje kanë atjere, fanela, gjana. Edhe ja ka 2-3 tipe makinash. Kurse për me dash... Se edhe tanga qepet? Po, gjitha. Okej. Me fasoneri? Po. Se dan eksperiencë e punë. Kurse unë kam pas fatin që e kam fillu punën në fabrikë puze, pastaj kam kalu në konfeksion, edhe i kam pas gjitha këta pjesë të konfeksionit. Sa e bukur, domethënë i ke prekur që të gjitha. Kalojmë çik bashkë më këtej. Po. Se kështu më tregon çik tani për makinën qepse, se këtu ka disa metoda qepje. Atëherë këto janë makina familjare, po, edhe janë me shumë procese. Edhe këto proceset shërbejnë nga... Se unë kam patur një në shtëpi, po në shtëpi kam patur nga ajo e vjetra, që ka qenë me... Ka qenë me banak edhe me kam. Me banak edhe me kam, po. Ato ka që zajnë vend, këto të shi janë portative. Po, ma di kur thyej gjilpona bëj në animal. Këta janë më të kostë, të shi sepse kjo nuk zënë vend malë, mundesh me masi marrën punë, heke vend dikun tjetër, pra nuk zënë vend. Kurse edhe një vend veçantë fix për atë punë. Janë disa procese që këta i bëjnë për shembull. I përdorin edhe të çarçafat të pjesa e konturëve të anshme. Për shembull kur është çarçaf për kalamaj për vajza, e bëjnë me rozë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.